Ata, zotoger, të merren masat me njëhershme për shtabin. Sigurisht. Zotëria ti besoj se do të na ndihmoj. Për të dëmtuarit nga lufta shpresoj se do të bëjmë diçka. Zotnik, urdhëroni. Qyteti antik, prej nga mund të shihet që këtej? Ja drejt tek ajo kulla atje në të majtë, zotëri. Ju falenderoj. Koloneli Shredder më në fund e pas skandaluar për parimin e mëtejshëm të forcave italiane. Lavdit zotit, të paktën këtu të mund të punonim të qetë. Zoti Schnicker harron siç duket se vija e frontit me italianët me të gjithmonë një rrezik i përhershëm për ne. Dhe pari turmir, koloneli urdhëron për përforcime të tjera nga ne. Kur këto forca nuk mjaftojnë as për këtu. Pikërisht në atë kohë. Herr Hauptmann. Ja pranë atij manastiri gjendet. Interesant. Kjo zonë është krejtësisht e paraur nga bombardimet. Tjetë një gjë e rastit kjo, zoti Schnicker? Italianët janë shumë të interesuar për këtë pikë, zoti Hessler. E pra, do të ishte pafalshme për ne në qoftë se ky vend do të binte në duart e tyre. Luftës nuk e dihet, zoti Schnicker. Sondazhet duhen bërë shpejt edhe pa humbur kohë. Do të doja të shkonim që tani, zoti Hessler. Vyacheslav, lajmëroni zonjën Kepler. Si urdhëron? I thoni se e presim në manastir. Schnicker, shikojini këtë Eros. Më duket se është vepra që ka botuar Taçi. E mahnitshme. Me të vërtet e mahnitshme. Një original e shkollës praks italiane. Sikur ti çmurosnin këto antika, zoti Hessler. Urata nuk besoj të ketë në një kundërshtim për këtë. Mund t'u ablem. Nuk është nevoja, zotëri. Psalti ka shumë pamorosur si këto. Vërtet? Kjo do të na e lehtësonte mjaft mënyrën e shpërblimit ndaj miqve tan. As që më shkon ndërmend, zotëri, puna e shpërblimit. Nuk di ne janë ato që duhen. Ju lutem. Këtë e në pjesën e mbrapme. Ja tek janë. Urdhëroni, zotëri. Pas Erosit, ja edhe afër dita. Dhe të gjitha këto vlera janë grumbulluar pa filluar ende gërmimet. Aha. Bukur. Bukur, zoti Schnicker. Tashni e kuptoj padurimin tuaj. Zotëri, kam dëgjuar se dhe fshatarët kanë shumë nga këto. Vështirë është ja u japin. Edhe italianët kanë provuar, por nuk kanë arritur të marrin gjë. I nxit edhe mësuesi. Do të vijë dita, thot, kur këto antika pagoj do të flasin. Mësuesit atë. Si urdhron. Andrea i thon. Shkojmë, zotëri. Po të dëshironi mund na shoqëroni. Ndërimet e mia orat. Ju lutem. Një qytet pothuajse i virgjër, i pa eksploruar. Më duket edhe aq, zoti Schnicker. Kjo që shihni, pasi mund të krahasohet me pjesën e padukshme, zoti Hessler. Një qytet i madh, i rënë siç thotë edhe Ciceroni. Apo jo, zonja Kepler? Magna urbs et gravis. Mrekullia e vërtet që ndron në fshehur nën tokë, zotëri. Poshtë janë monumentet, shtatore. Çuditërisht, zotëri. Në një herë ato dalin ashtu, pa pritur. Ja, tek fillimi e saj arës aty duket koka një statuje. E çuditshme, Kepler. Jo vetëm kaska e tij, po edhe tiparet, edhe mënyra e punimit dallojnë nga qytetërimi greko-romak.
Se që kam diçka të veçantë, të panjohur për mua. Në një anë, duket sikur është etruske. Kurse nga ana tjetër, nuk di ç'të them. Ka të ngjarë të jetë vend ose shniker. Kjo përkrenare është e njëjtë me ato të monedhave lire të Skotrës. Mund jetë edhe ashtu, po atëherë nuk na mbetet gjë tjetër veç se të pohojmë që kemi të bëjmë me një luftatar i lirë. Me një luftatar i lirë që është ndeshur me romakët. Tani romakët e ri mund t'i thuaj vetëm perandoria juaj, zotëri. Faleminderit. Ky luftatar do të qëndronte bukur në muzeumet tona herë Hauptmann. Si një luftetar perandorak. Pa humbur kot fillojnë me njëherë punimet. Oto, të rretohet edhe kjo ngastër. Ju falenderit, zotni. Lejoj të vinë! Ç'mund të bëjmë me kaq pak vol? Ku t'i caktojmë më parë? Nuk po mund të vinë zoti Italian. Pandej se hapin varret e të parëve tyre. Të më thënë se dikush ofron në vesh. Më thoni që nuk do të gërmojnë varet e reja, po të vjetrat dhe për pagesën. U premtoni mirë. U morën vesh? Hajde ju, lëvizni këtej. Ja përgjat këtij lëvi golf. I kapiten, u gjend i goditur rënd. E kanë grabitur me kujdes. Ata kanë ruajtur çastin e fundit të gërmimeve dhe kanë marrë. Ç'mendoni për këtë, zoti Shniker? Unë jo kam shprehur edhe herë tjetër dyshimet e mia, zoti Hester. Italianët janë shumë të interesuar për këto antika, dhe jo pa arsye. Sepse gjurmët e dyndjeve romake gjenden edhe në këtë anë. Dhe me anën e tyre ata duan të vërtetojnë perandorinë e hershme dhe të renë. Po jo me luftetarin i lirë. Ai atyre u kujtonte diçka nga lufta, nga historia. Ndoshta kim të drejtë. Sepse edhe vendasit kanë thurur një legjend për të. Në këtë çështje kanë gish shqiptarët, zoti Shniker. Vyacheslav? Caktoheni në punime. E janë mbazmeje. Zoti Andrea? Erdhët. Bëtë shumë mirë. Wolf? Mësuesi do të punoj pranë meje. Ju falemderit. Më mjafton një kazëm dhe një vend aty në mes fshatarëve. Si të dëshironi? Zoti aspirant, karosa është ngarkuar rënd. Ti ndërroni shpesh kuat. Këtu keni leje në udhëtimit dhe vullin e komandës. Siguron. Ju, zoti aspirant, në mbani përgjegjësi të plot për destinacionin e kësaj ngarkese. Do t'i dorëzoni në portin e Durrësit, pranë anije son. Qartë? Siguron. Rrugë të mbarë.